një paketë të plot, e marrin kryesisht familjarët, duke qenë se duan të shkojnë atë resort, mos shpenzojnë më asgjë, ta kenë mendjen e fjetur edhe për fëmijët e tyre, sepse duhet thënë që resortet në Antalya ofrojnë dhe mini klabe për fëmijët, disa madje ofrojnë dhe babysitter ku fëmijët mund të qëndrojnë dhe prindit mund të pushojnë në det, në pishina e tjerë. Turqia ofron këtë mundësi, siç e tha dhe kolegja, Greqia sigurisht që është për ata që duan të eksplorojnë, por duhet thënë që edhe Turqia, duke qenë se vetë kam qenë disa herë dhe ka vend për eksplorim. Ka vend për eksplorim patjetër, ka shumë histori, siç vendet të ndryshme të Antalya, si Alanya, për shembull, është një vend shumë historik, dhe pastaj për shqiptarët, vendet tjera të cilat preferojnë, të cilat i bëjnë paketa individuale, pastaj janë Italia, me vende si Calabria ose Sardegna, Spanja, si që dhe kolegja, me Palma de Mallorcën, Ibizën e tjerë, ose si që është Malaga, Marbella, po këto janë për të rinë, kryesisht, ata që duan të eksplorojnë, ata që duan të lodhen gjatë pushimeve të tyre.